Një shqiptar kandidat për Asamblenë e Shtetit të New Yorkut, Shpëtim Qoraj. Shpëtim apo Tim Qoraj është kandidat për Asamblenë e Shtetit të New Yorkut në distriktin e 64. Në intervistë për gazetën Dielli të Federatës Panshqiptare të Amerikës Vatra, ai paraqet platformën, vizionin dhe angazhimin e tij politik. Qoraj thekson se platforma e tij bazohet në 6 shtylla kryesore: përballueshmërinë ekonomike, shëndetësinë, sigurinë publike, arsimin cilësor, infrastrukturën funksionale dhe mbrojtjen bregdetare. Ai synon të adresojë kostot e larta të jetesës, taksat, transportin dhe mungesën e investimeve reale në komunitet. Kandidoi për të sjellë zgjidhje konkrete dhe për të qenë zë i qytetarëve, jo interesave personale, shprehet ai. Si kandidat i Partisë Demokrate për New York në State Assembly, distrikti 64, ai mbështet parazinë e shanseve, drejtësinë sociale dhe mbështetjen për familjet punëtore, emigrantët, të rinjtë dhe të moshuarit. Prioritet mbeten investimet në shkolla, rritja e sigurisë dhe projekte në infrastrukturën për State Island, përfshi mbrojtjen bregdetare në South Beach. Ai apelon për përfshirjen më të madhe të komunitetit shqiptar në politikën amerikane, duke konsideruar përfaqësimin një çështje dinjiteti dhe forcë kolektive. Qoraj cilëson pozicionin në Asamblenë e Shtetit si thelbësor pasi aty vendosen ligje buxhete që ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve. Fushata e tij mbështetet në komunikim të drejt për drejt, takime der moder dhe ndërtim besimi përmes dëgjimit aktiv. Kandidimi si shqiptar ka për një domethënie të veçantë. Ai thekson se vjen nga një familje me histori sakrifise në Kosovë dhe se është rritur me vlera të shërbimit ndaj popullit. Synimi i tij është përfaqësoj me dinjitet komunitetin shqiptar dhe çdo qytetar të distriktit 64 pa dallim. Sipërmas dhe organizator komunitar me forminë në drejtësi, Qoraj është aktiv në organizata jo fitim pruese në shërbim të komunitetit shqiptaro-amerikan.